Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në News Hour. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Edi Rama mbyll fushatën në Devol 2 ditë pas incidentit të dhunshëm të deputetit demokrat Bledion Allbati. Rama i quan atë një rrugaq dytësor, por fajin kryesor, sipas tij, e ka krye rrugaçi i Tiranës. Rama thot se Devoli qendror i drejtoroj nuk mund të përfaqësohet nga dhuna e Allbatit dhe i bëri thirrje demokratëve të zgjidhin këtë dilemë duke bërë zgjedhjen historike për pasaportën europiane. Takimi i Ramos në Devol qëlloi një ditë pasi deputeti demokrat Bledion Allbati së bashku me të vëllain goditën me grushta një shofer kamioni. Një gjysmak, një çyryk që nuk ka lënë rast pa e treguar dhe pa i rënë gjoksit dhe pa bërë gjeste dhe pa bërë shfaqje për të thënë unë jam çyryku, dhe ju dini shumë mirë pse ky rrugaçi dytësor bën si fort dhe pse ndjehet me shpatullat ngrohta. Devoli tha Rama identifikohet me drejtoroa Gollin dhe nuk mund të ketë në parlament përfaqësuesin Allbati që dhunën e kanë nxitur si brenda ashtu edhe jashtë sallës plenare. Drejtoroa Golli ishte deputeti i opozitës dhe fliste për të gjithë popullin, ndërkohë që Devoli ka sjell në parlament një rrugaç. Po një rrugaç të një niveli që unë nuk e di se në cilën vjersh të drejtoroa Gollit mund të gjente vend, po maha mendja tek fjala kokbosh dhe trangull që drejtoroja e përdor, ai gjen vend komplet. Dhe kjo sipas Ramos është edhe dilema që kanë demokratët në këto zgjedhje. Zgjedhja është midis një grupi rrugaçësh, midis një grupi rrugaçësh, ku krye rrugaçi sot është në burg për rrahje, ndërkohë që krye rrahësi nuk është në burg se është deputet, midis një kënete që është një turp kombëtar dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ish-gjykatësi i vetëlarguar nga vettingu Gjin Gjoni që kandidon për Partinë Demokratike në Lezhë publikon një video të çmendur ku shan socialistët me fjalor të pistë dhe i ndjek nga pas me shpejtësi të çmendur me makinë. Dy kandidatë socialistë në Lezhë denoncojnë dhunë mbi ta dhe mbi të afërmit nga njerëz të kandidatëve demokrat. Policia thot se ka nisur procedim ndaj 2 personave. Në Lezhë përplasjet mes forcave politike kanë kaluar për te akuzave elektorale. Kandidati i Partisë Socialiste Ermal Paci ka dorëzuar një kallëzim në policinë vendore të Lezhës duke pretenduar se persona të lidhur me Partinë Demokratike kanë kryer kërcënime me armë ndaj përfaqësuesve të Partisë Socialiste në zonë. Mbrëm konkretisht në fshatin Dajç, në orët e vona, në pronën e babait të kandidatës tonë për deputet, njerëz të armatosur janë paraqitur duke i kërcënuar se do ju marrin peng kryetarin e Partisë Socialiste dhe babain e kandidatës për deputete në Parlamentin Shqiptar. Ne jemi drejtuar instancave shtetërore, normalisht që duhet marrin masat e tyre. Policia e Lezhës ka shpallur në kërkim Gjejson Seferajn dhe Ilirian Gjokon pas depozitimit të kallëzimit nga kandidati i Partisë Socialiste në Lezhë, të cilët akuzohen për kanosje ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje dhe armbajtje pa leje. Por tensionet janë shtuar edhe më tej pas publikimit të një video nga kandidati i koalicionit opozitar Gjin Gjoni. Në këtë video të publikuar nga Gjin Gjoni dëgjohet vetëm gjuha e rëndë dhe ofendimet, por sipas kandidatit të Partisë Demokratike, vetëm kështu mbrohet vota e lirë. Grupet për mbrojtjen e votës në ndjekje të njerëzve që dalin natën për qëllime të mbrapshta elektorale. Ne jemi kudo, do t'ju ndjekim këmba këmbës. Çdo natë, militantë të Partisë Demokratike qarkullojnë orëve të vona me arsye, pa arsye totalisht për të çurmuar dhe për të krijuar
alibin e tyre të humbjes në zgjedhjet e 11 majit. Policia e Lezhës ka nisur verifikimet pas kallëzimit të depozituar nga Partia Socialiste. Numri i ulët i votave nga shqiptarët e Greqisë ka bërë që socialistët të bëjnë atyre thirrjet mos presin njoftimet e DHL, por të shkojnë në zyrat e saj në Greqi dhe të marrin zarfet. VDL njoftoi zgjatjen e orareve të punës në vendin fqinj. Partia Demokratike akuzon kompaninë postare për votat e munguara, ndërsa juristë thonë se DHL në Greqi shkeli kontratën me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për interesa antikombëtare. Asnjë flet votimi nuk ka mbërritur këtë të hënë nga diaspora dhe i gjendja nuk pritet të ndryshojë edhe për 24 orë të tjera. Zarfet me materialet zgjedhore të mbledhura të dielën do të grupohen bashkë me ato të ditës së hënë dhe do të nisen drejt Tiranës me fluturimin e së martës. Në Tiranë kanë ardhur mbi 144.000 flet votimi nga 85 shtete të botës, por shifrat që vijnë nga Greqia, shtetin e dytë me numrin më të lartë të regjistruarve, mbeten ende modeste. Aktualisht në Parkun Olimpik janë administruar 23.640 vota, ose thënë ndryshe, 9.6% e fletëve nga shteti i dytë me më shumë shqiptar të regjistruar, mbi 68.000. Problematikat në Greqi kanë vënë në lëvizje dhe partitë politike. Kryes socialisti Edi Rama ka publikuar listën me adresat e kompanisë postare në shtetin fqinj, duke i bërë thirrje qytetarëve që të shprehin vullnetin e tyre me votë sa më parë. Ju lutem atyre që janë në ishuj, këto janë 24 orë dhe fundit për ta, sepse përndryshe nuk arrihet dot transporti i zarfave nga ishujt në afatin e caktuar. Ju lutem atyre që janë në Athinë, Selanik dhe në gjithë Greqinë në Gadishull, pra që nuk janë në ishuj, të bëjnë të njëjtën gjë. Ju lutem sepse ky është një takim me historinë. Por pasi e cilësuan befasues dhe shenjë përgjegjshmërie numrin e lartë të shqiptarëve që kanë votuar, kur vjen fjala për Greqinë, demokratët mendojnë ndryshe. Procesi zgjedhor në zonën e Greqisë është i deformuar, ka probleme serioze, ka degradim dhe për këtë kërkojmë i bëjmë thirrje KQZ-s dhe organeve ligjzbatuese sepse është një shqetësim i vërtet. Nuk e themi këtë për vendet e tjera, sepse nuk kemi pas informacione e të tilla si që kemi për rastin e Greqisë, kur ftohet për të marrë zarfin dhe zarfin e ka marrë dikush tjetër. Ftoj shqiptarë që shkojnë dorëzojnë zarfat. Megjithëse efektin më të madh të numrit të ulët të votave që vjen nga Greqia do e ndjej Tirana, e cila mban dhe numrin më të lartë të shtetasve që jetojnë në vendin fqinj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rekomandon që të gjithë shtetasit shqiptar në diasporë të dorëzojnë fletët e votimit deri në datën 9 maj, në mënyrë që çdo fletë votimi të mbërrijë në territorin shqiptar brenda orës 19 të dielës së 11 majit, pasi çdo votë që vjen përtej këtij afati nuk do të numërohet. Ndërsa juristë thonë se DHL në Greqi shkeli kontratën me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për interesa antikombëtare. Edmond Petraj për ABC News hodhi dyshime edhe për manipulim të votës së shqiptarëve. Numri ullët i votave të mbërritura në Tiranë nga diaspora e Greqisë është sabotimi i procesit të votimit për përfitimet e opozitës. Në një intervistë për Newsline, avokati Edmond Petraj sheh përgjegjës DHL-n e Greqisë, për të cilën thotë se ka shkelur kontratën me shtetin shqiptar. Dhe dijej që grekët do ta sabotonin zgjedhjen në Shqipëri. Lëre çfarë thon është e qartë. Pjesa e politikës shqiptare ka ndërhyrë të qarqet greke për të sabotuar procesin e emigrantëve në Greqi. Vetëm pretendimet deri tani kanë dalë nga pozita, jo nga opozita. Duke cilë në vëmendje dhe zgjedhjet presidenciale në SBA, Petraj hodhi dyshime dhe për manipulim të votës së shqiptarëve. Do të dini qëndrimin e Greqisë ndaj Shqipërisë. Greqia me instrumente të caktuar, me personazhe të caktuar, ndoshta kërkojnë dhe devijimin e votës reale. Sipas Petraj, deri në fund procesi do të ketë të tjera problematika që mund të shkojnë deri në cënimin e votës së diasporës.
ABC News publikon sonte sondazhin e tretë dhe të fundit për zgjedhjet politike të 11 majit. Në bashkëpunim me kompaninë e njohur Angji Ricerke, sot do të marrin vesh humorin politik të qarkut Shkodrës, si edhe sondazhin për qarkun më të rëndësishëm në vend, atë të Tiranës. Sondazhi, që do të përfshijë edhe rezultatet në shkallë kombëtare, publikohet sonte në mbrëmje në orën 20 në Real Story. ABC News dhe Angji Ricerke sillin këtë të hënë sondazhin e fundit parazgjedhor për zgjedhjet e së dielës dhe jo rastësisht është edhe më i rëndësishmi. Këtë të hënë sondazhi do të nuas humorin politik të qarkut më të madh dhe vendimtar, Tiranës. Kryeqyteti prej vitesh ka qenë një balancë politike mes të majtës dhe partive të tjera. Qendra e Shqipërisë ka qenë vendimtare ndër vite, kur Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë ndarë në minutën e fundit pushtetin qendror apo lokal. Zakonisht, kush ka fituar Tiranën, ka fituar edhe Shqipërinë. Kurse kësaj radhe rikthen betejën kok me kok mes dy liderëve kryesor politik, Edi Ramës dhe Sali Berishës. Por Tirana është dhe një shpresë më e madhe për partitë e reja për të rrëmbyer mandate. Përveç Tomdoshit, Adriatik Lapaj, Agron Shehaj, Arlind Qori janë në garë për të marrë së paku një mandat deputeti e për të qenë në parlament. Kurse qarku i dytë në sondazhin e sotëm do të jetë Shkodra. Partia Demokratike synon të ruaj kalan e saj të Rozafës pas shembjes në zgjedhjet lokale të vitit 2023, por kryeqendra e Veriut është dhe një betejë mes të majtave. Partia Socialiste synon të ripërsërisë suksesin historik të zgjedhjeve lokale, por duke rrezikuar së paku një mandat të Partisë Social-Demokrate të Tomdoshit. Dy sondazhet e kaluara të ABC News dhe Angji Ricerke kanë nxjerrë fituese Partinë Socialiste. Në rang kombëtar, mazhoranca vijon të ketë një rritje me të paktën 51% mbështetje, kurse Partia Demokratike në rënje të lirë. Sinjalet u dhanë Elbasan dhe Fier, ku Partia Socialiste mund të arrijë numër historik mandatesh, 10 dhe 11, kurse Partia Demokratike bashkë me Ish Lëvizjen Socialiste për Integrim një humbje më të thellë se viti 2017, me 4 dhe 5 mandate. Pra, për kjo do të votojnë tiranasit, për kjo do të votojnë shkodranët, për kjo do të votojnë shqiptarët, për këtë ndiqni sondazhin e fundit të Angji Ricerke dhe ABC News sonte ora 20 në Real Story. Perceptimi për rezultatin e zgjedhjeve shqiptare në 11 maj është bërë një trend ndërkombëtar, ndërsa po pranohen kuota për baste, por edhe aty rezultati është i qartë. Mbi 97% e atyre që kanë vënë bast thonë se fitoria do t'i shkojë Partisë Socialiste. Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri janë kthyer në një trend bar botror ku investitorët dhe përdorues të ndryshëm të platformës Polymarket po vën baste se ku do të jetë kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë. Sipas asaj që tregohet deri më tani, 97% e përdoruesve të kësaj platforme kanë investuar paratë e tyre duke zgjedhur kryesocialistin Edi Rama si politikanin që do fitojë në 11 maj. Janë vetëm 2% e personave që kanë vënë bastë që mendojnë se zgjedhjet parlamentare do të fitohen nga kryetari i opozitës dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. E thënë ndryshe, në volumin monetar i cili është përdorur në këto baste, është mbi $78.000 për kryeministrin Rama dhe rreth $32.000 për kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha. Përqindjet më pas vjojnë me më pak se 1% të atyre që kanë investuar paratë e tyre për Arlind Qorin e Lëvizjes Bashk, kreun e Partisë së Lirisë Ilir Meta, Dashamir Shehi, Agron Shehaj dhe politikanë të tjerë. Polymarket është një platformë decentralizuar e kriptomonedave ku qytetarët vënë bastet e tyre për ngjarje të rëndësishme botërore, siç janë për shembull zgjedhjet parlamentare në Shtetet e Bashkuara apo zgjedhja e një pape të ri. Nëse vë bast për fitoren e Ramës, margji i fitimit është i ulët, nëse vë bast për Berishën, margji i fitimit është i lartë, por kuotat për ata që njohin bastet janë të qarta dhe në këtë rast nuk është lajm i mirë për Partinë Demokratike. Fitoren e saj nuk e kuotojnë as kompanitë e basteve. Gjykata për krimet e rënda nuk surprizon edhe kësaj radhe kur vjen puna për vendime me sfond politik. Ajo nuk ka marrë as sot një vendim për hapjen apo jo të procesit gjyqësor për korrupsion ndaj Sali Berishës për ish kompleksin Partizani, duke shtyr atë pas zgjedhjeve në 19 maj. Po sot, Berisha sulmoi për SPAK dhe Dumanin dhe falenderoi Greqin, pasi sipas tij publikoi vendimin për shkeljet e gjyqtares Irena Gjoka. Seanca paraprake ndaj ish-kryeministit Sali Berisha dhe personave të tjerë të marrë të pandehur për dosjen Partizani nuk është zhvilluar as këtë të hënë. Shkak për zvarritjen e procesit është bërë kërkesa avokatëve të Berishës për përjashtimin e gjyqtares Flojera Davidi, me argumentin se ajo nuk revokoi një vendim të saj, pasi në seancën e kaluar rrëzoi kërkesën e avokatëve që provat e SPAK të cilësohen të pavlefshme. Seanca e radhës do të mbahet më 19 maj në orën 11:30, vetëm 8 ditë pas zgjedhjeve të 11 majit.
Kjo është hera e dytë që avokatët mbrojtës kërkojnë përjashtimin e Davidit. Më herët gjyqtarja Ertleva Deda nuk pranoi përjashtimin e Davidit, që do të jetë gjyqtare paraprake, e cila do të vendosë mbi kërkesën e SPAK për kalimin për gjykim të dosjes Partizani. Seanca ndaj Berishës ka zgjatur më shumë se 6 muaj edhe pse ligji parashikon që ajo do duhet të mbyllet brenda afatit 30 ditor. Shkak për shtyrjen e seancave janë bërë avokatët e të pandeurve. Nga ana tjetër, të hënën në SPAK u paraqiti ish-kryeministri në zbatim të masës detyrim paraqitje të caktuar ndaj tij. Në dalje të prokurorisë ajo hodhi akuza dhe sulmoi drejtuesin e SPAK Altin Dumani, si dhe gjyqtaren e posaçme Irena Gjoka. Amnistia elektorale është krim i shëmtuar antikushtetues i Altin Dumanit, shërbëtorit të Edi Rams. Irena me 5 emra e përfolur për shfete gjysmiliorshe. Jo në një, por në disa raste. Rezulton se në vitin 2005 është dënuar nga kolegji penal i Aninës. Sipas hetimeve ka rezultuar se Sali Berisha në kohën që mori drejtimin e qeverisë, nxori akte nënligjore për t'i ardhur në ndihmë dhëndrit do t'i marrë për Maltezi për të përfituar pronën në ish kompleksin Partizani, por në kundërshtim me ligjin. Prokuroria e posaçme i ka komunikuar të hënën një akuzë të re Ajola Xoxhës, bashkëshortes së kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. SPAK po e heton atë për veprën penale e fshehja e pasurisë. Ajola Xoxha po hetohet deri tani për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mos deklarim pasurie. Bashkëshortja e Veliajt është duke u hetuar në masën detyrim paraqitje dhe SPAK dyshon se ka marrë përfitimet paligjshme nga fondet e bashkisë apo kompani kontraktore që dyshohet se u pastruan nëpërmjet një rrjeti organizatash jo fitimprurse. Ne kemi mbritur kështu në fund të News Hour. Unë ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund të klikoni në çdo kohë dhe të jeni aty me lajmet më të fundit, po dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Bashkë ndajemi këtu vetëm pas pak faqja 4 me kolegët Sali Doçi dhe Jeta Kasemi.